Pse përdorimi i kokainës të shkakton paranoja? Kokaina rrit në mënyrë të papritur nivelet e dopaminës, që është kimikati i lidhur me energjinë, motivimin dhe kënaqësinë. Kjo rritje menjëhershme e shtyn trurin që të funksionojë me një mbingarkesë që ai nuk është mësuar që ta përballojë për një kohë më të gjatë. Dhe kur truri është i mbingarkuar, aftësia për të gjykuar situatat ftohtë edhe qartë fillon të bjerë. Ktu fillon konfuzioni, dyshimi dhe pasiguria. Rrahjet e zemrës rriten dhe mendja lexon sikur është një rrezik. Kokaina rrit rrahjet e zemrës, tensionin, frymarrjen. Këto janë të njëjtat sinjale që trupi tregon kur janë rrezik. Kur trupi ndjen rrezik, mendja fillon të krijojë histori. Po më shikojnë, po më ndjekin, diçka e keqe do ndodhi. Kjo është mënyra se si paranoja bëhet reale për atë që e përjeton. Dhe mungesa e gjumit e përkeqëson ata. Shumë njerëz që përdorin kokainë flen pak, por truri pa gjumë është i pambrojtur, i lodhur dhe i irrituar. Pagjumësia plus stimulimet e tepruara është një terren perfekt për mendime negative. Duke përdorur shpesh dhe duke u stimuluar shumë, truri fillon ta shikojë botën më të rrezikshme se ç'është në të vërtetë. Dhe kështu humbet dhe aftësinë për tu qetësuar. Dhe sa më shpesh përdorësh kokainë, aq më pak truri prodhon qetësi natyrale. Dhe kjo e bën mendjen më të ndjeshme ndaj stresit, frikës, derisa dhe zhurma më e vogël të duket sikur është në një kërcënim. Dhe mesazhi më i mirë është që ti nuk je këto paranoja. Paranojat nga përdorimi i kokainës nuk është karakteri yt, nuk është identiteti yt. Është një reagim kimik i përkohshëm i trurit që po përpiqet të mbrohet. Dhe lajmi i mirë është që truri shërohet, trupi qetësohet. Dhe paranojat zhduken, por kjo ndodh vetëm kur ti fillon të kujdesesh për veten. Nëse po lufton me këtë varësi, dua të them me gjithë zemrën që nuk je vetëm dhe ke forcën për të dalë, ke forcën për të jetuar i pastër. Nëse nuk ja del dot vet, kërkon ndihmë. Kujdesu për veten.